është unë prej namazit drekës, deri sabahit e la sejdën se e kam një vend në shtëpi ku falna veç në çat vend. E kam një dhumë të vogël edhe e kam bërë si xhami. E kam gjuna nëse nuk e largoj se automatikisht se të falë namazin veç më japet mi a kthy një qash pak. Pra e mban shtruar se gjadën. E moj shtrut se gjadën se largoj hiç se kam asku unë shkoj që i fali vaktet edhe fali. E pas ke bo një vend të mirë për me o falë. Po, alhamdulillah, zoti ma ka mundë të këtë. Alhamdulillah. Falenderit shumë. Allah ju shpërbleft. Minë edhe juve. Nuk prish puna ajo që thot se e kam bën një vend falje aty, kjo është më e mira. Pejgamberi alayhi salatu sallam thot mos i ndaloni gratë nga xhamiat. Po nëse dojnë me shku mu fal në xhami, kërkush s'mundet me ndalu. Mirë po thot shtëpiat e tyre janë më të mira se xhamia. Namazi në shtëpi është më i mirë se sa namazi në xhami. Pos taravive dhe namazeve që e kanë pastaj atë atmosferën edhe atë qyretin, shkojmë në xhami. E kështu që për gratë preferohet që me bani vend në shtëpi, aty një dhëmë të vogël se një qësh, të cilin e quajnë musalla, vend falje, edhe aty kur t'i afrohet atij vendi, e di që shkon për mu fal, përgatitet psikikisht, përgatitet shpirtërisht kur t'i afrohet atij vendi, edhe e lën se gjadën shtrim pa far problemi, nuk ka kur problemi këtu.